Mirë dhe përshëndetje miq të Partizani Channel në këtë të diel me shi këtu në Arena Dema. Starton zyrtarisht Partizani B në ndeshjen e parë zyrtare ndaj Eagle FA, kategoria e dytë, pra në misionin jo të pamundur, në misionin e kategorisë parë. Nis takimi pra dhe shpresojmë urojmë shumë fat skuadrës së Partizanit B në misionin jo të lehtë por jo të pamundur. Stol, një super pankinë dhe lojtarë që vërtet kanë shumë cilësi, por në shkëm të mundësi. Sulo provon zonën, çfarë lëvizje e bukur e Denis Sulo, tokazit e gol, Partizani B shënon 1-0. Zhbllokot shumë shpejt sfida, është minuta 5 dhe fal një asistimi mjaft të bukur të Denis Sulo nga krahu i majt Contreras, si gjithmonë në uhat dhe gjuan golin dhe është aty duke treguar dhe herë atë ritëm nivel që kishte në sezon që lan pas me këtë fanell në Partizanit B, teksa shënoi plot të 8 gola. Contreras që feston në këtë mënyrë, kolumbiani gjithmonë pas shënimit të golit, të paktën në 10 testet miqësore të zhvilluara, ka treguar një lojë ofensive si këto çaste. Balla provon krosimin, tokazi, mundësia për Contreras, topi mbetet rrëmuj, shkoni, është portieri Nova. Ndreja tashmë. Në thellësi shpejt është Sulo, i cili futet durivti, madje shikoni çfarë sistemi, Contreras, goditje mërshme. Provoi Partizani me ballën. Dukua. Krosimi i largon Bakalli, topi që mbet në zonë, bllokon Rifa. E më pas kjo tentativë rrezikshme, më pas gjuan dhe fatmirësisht ndërhyrja e Endri Almuçës. Vendimtare portieri gardiani jon. Kokomani. Mando. Mjaft mirë tashmë mundësia, le të shikojmë, shkoni në zonë. Contreras e kërkon, topi është për atë. Ulja mjaft e bukur, goditja! Çfarë goli kolumbiani? 2-0. Por me shumë klasë, me shumë finesë, edhe një herë pa besuar në kombinimet. Gjen si ta njihte prej vitesh Denis Sulo Contrerasin në detaj, krosimi spektakolar, ulja dhe goditja e ftohtë e qetë e Diego Contreras. 2-0. E teksa ka minuta 29, Partizani të fshon rezultati, ka mundësi tjetër tashmë për provuar një gol tjetër. Kola, tokazi, Mando! 3-0 Partizani! Dhe spektakli, festa, gëzimi. Jo me kot, ju palamrova që kemi vërtet një skuadër ofensive të frikshme, të paktën nga ato 10 miqësore të zhvilluara. Mjaft mirë Kola, krosimi fort i mirë në vërshësi. Contreras mund ta godas, eziton, asiston për Mando, gjithmonë Mando e godet e rrëmuj dhe njërë Mando. Çfarë kemi humbur, çfarë mundësie. Krosimi mirë, drejt qendrës, provon Contreras dhe gol! Shënon Contreras 4-0 dhe vulos tripletën në këtë sfidë kolumbiani, fantastik. Diego në këto çaste. Goli 3 për të dhe 4 për Partizanin. Ishte krosim drejt zonës së Docit, e pabesueshme. Në një zonë, në një pasqyrë të pasur, Doci nuk i ka arritur dot të jap goditjen vendimtare. Edhe ndreja e mjaft mirë tashmë, mundësia për sulmin e krahun e majt teksa Mando ka përballë Piperin, gjithmonë Mando, lëvizje e mirë, kërkon thellësinë, afrohet zonës rrepsis, Monat Mando, pasimi drejt gogës, topi që shkon në rrjet, 5-0. Ka shënuar Balla, ka shënuar Erdi Balla. 5-0 Partizani B dhe Eagle FA 0.